Alfred, kënaqësi të kem të bisedë, faleminderit që bashkove. Kënaqësi ime, faleminderit. Si u dukën ndeshjet e djeshme një herë? Pastaj ndalemi tek analiza e përgjithshme. Është surpriza anglisë me Ganën, por edhe Portugalia, fitimi i Portugalisë që të gjithë tifozët e Ronaldës për prisin shpërtimin e Ronaldës, pas asaj që bëri Messi, tani po prisim edhe shpërtimin e Portugalisë dhe Ronaldës. Por ajo që më bëri përshtypje ishte barazimi i Anglisë, që vinte një rezultat shumë i mirë në ndeshjen e parë, por bëri një ndeshje pothuajse as në gjyqë të portë kundrejt Ganës. E kuptoj, po dyshim pati disa meme që ishte një nga këto magjistarët e Ganës që frynte, nuk di e ke parë ato pamjet apo Alfred? E kam parë, nuk është i besoj shumë këtyre gjërave, por andaj nga Afrika i beson dhe duket sikur i doli tani, do të më thonë që i doli, nuk e çaj tho. Por derisa ndolli tani do t'i besojnë, çfarë të kemi shtatimi tjetër, kështu që do vazhdojmë. Ndërkohë, Alfred deri tani, kur skuadrat ka surprizuar për mirë dhe kur ka zhgënjur nga skuadrat. Edhe bigët tek zhgënjimi, kurse të surprizuar presën një ekip jo nga ato favoritët, jo Franca, Spanja që thua ashtu, ato dihet, po. Normalisht domethënë ekipet më favorit për momentin që kanë dhënë më të mirë në fushën e lojës, që nuk është se janë si disa ekipe të tjera, për shembull si Spanja që ndeshja e parë nuk ishte më e mirë, por bëri progres në ndeshjen tjetër. Domethënë më shumë domethënë që ka pas më shumë stabilitet ka qenë Franca dhe Argentina. Mendoj që këto dy ekipe do të jenë favorite për të gjetur dhe trofeun. Por edhe Spanja është aty, Gjermania është prezent. Por surprizë mendoj që do jetë Maroku, ka një ekip jashtëzakonisht shumë të mirë dhe lodhë me intensitet jashtëzakonshëm dhe me dëshirë dhe me agresivitet që është për të admiruar në fushën e lojës.